Shtemi të dashur të emisionit të pasditës Dita me ne, po takohemi si çdo ditë tjetër duke filluar nga ora 17 pranë ekranit të DTV-s, por edhe përmes rrjeteve tona sociale. Në Facebook mundeni më na gjetë me DTV Media dhe në YouTube DTV Official. Dhe gjitha lajmet që ju interesojnë edhe që ndodhen në vend, rajon e Mëgjer, mundeni mi gjetë edhe në fanpage në Facebook DTV, ku gazetarët tona punojnë pa ndalë për t'ju sjellë informacionin e fundit pranë jush. Kështu që faleminderit shumë që jeni bashkë me neve. Faleminderit edhe ata që përkrajnë realizimin e emisionit që janë Ajdini Shpedicion Logjistik, pra kompania më e madhe shqiptare në Gjermani. E falenderojmë shumë edhe qendrën ACI që mundson ngushtimin e stomakut e që ndodhet në fushë Kosovë. Mjafton që të shkoni atje dhe më pas ata t'ju drejtojnë te mjekët më të mirë të Stambollit dhe njëkohësisht kuadër të qendrës mundeni me bë dhe intervenime të tjera estetike. Një falënderim tjetër shkon edhe për Berisha Group, kompleksi banesor që si fokus të veçantë në ndërtimin e ndërtesave më moderne e kanë edhe hapësirat e gjelbërta. Një falënderim tjetër shkon edhe për dy mobileri tona që i kemi si gjithmonë në kuadër të pasditës, e që është mobileria Solos dhe mobileria Doni. Dhe natyrisht e falenderojmë shumë edhe butikun Chic Choice që ndodhet në Prishtinë, rruga UÇK, dhe mundeni me vizitu edhe në fakt ka zbritje, kështu që mundeni me shku edhe me i pa modelet e fundit që i ka butiku. Sot do të flasim për muzikën, po do të flasim për jazz muzikën, për shkak që ka shumë pak sa i përket kësaj pjese informacion, sidomos të vendi jonë fakt edhe nuk e di se a ndëgjojmë shumë jazz muzik, po a kemi edhe shumë artista që e bojnë jazz muzik. Njëra ndërtash një artiste është Ilire Avdiu, e cila ka 3 albume dhe tashmë së fundmi do ta kemi edhe në një udhtim që do të na tregoja më shumë gjërësisht rreth aktiviteteve të saj sa i përket pjesës së muzikës. Ilire, faleminderit shumë që je sot me neve dhe ju kërkojmë falje edhe publikisht që ndoshta të kara me prit pak për shkak të angazhimeve që i patëm në studio. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën, s'ka problem as pak se... Unë e di që ju jeni edhe familjare në fakt edhe normalisht që të gjitha planet ndoshta shumë shpesh edhe për shkak të termineve munden me ushty, kështu që faleminderit që na ke mirë kuptu edhe sot jemi këtu me fol për jazz muzikën, diçka që ndoshta nuk është e re te na, po nuk e di se sa ndëgjohet shumë kjo pjesë. Po, unë nuk është se e përfaqësoj shumë jazz muzikën, për atë janë edhe artistët këto në Kosovë, ma tepër Ilir Bajri, Armen Xhaferi, ata janë shumë profesional. Unë jam një mix kështu Balkan jazz, pak popullore, pak shqip. Sa interesant. Pak jazz, do me thonë që ndërlidhen këto të gjitha mes veti. Dhe tani edhe në projektin e radhës që më kanë ftuar në Bullgari, atje është një projekt i cili ka të bëjë, do me thonë, me Balkan Jazz kryesisht, ku do të interpretojmë disa vepra që janë kompozime të reja. Është një saksofonist atje, Dimitar Liolev, i cili më ka ftu mu, edhe i cili i ka kompozu këto kompozime të reja. Ne atje do të incizojmë studio 8 instrumentale, që janë edhe jazz, po ka pak edhe ka populloria. Interesant. Po, ku do me thonë kemi me improvizu se cilin në stilin e vetë. Sigurisht që do të interpretoj diçka që ka të bëj me muzikën e Shqipërisë së Jugut, se me ata ne do të identifikohemi pak ma shumë, sepse kur shkon jashtë, gjithmonë të pyesin ja për naj pije vendore, ja për naj ushqim vendor, kanë qef me i ditë, do me thonë, identitetin ton. Ka ana e kulturës dhe muzikës, sigurisht që janë disa elemente muzikore, kështu që unë do të interpretoj në improvizimet e mia një mix të jazzit me atë të Jugut të Shqipërisë, e cila identifikon pak a shumë, do me thonë, vetën tonë. Krahas kësaj kemi edhe koncerte çdo natë, do me thonë në baret të ndryshme të kryeqytetit të Bullgarisë në Sofia, ku do të interpretojmë, do me thonë, gjitha këto instrumentalet të cilat i ka kompozuar Dimitar Liolev. Pastaj është në flaut një flautist shumë profesional nga Rumania, do të interpretoj një trompetist i cili vjen nga Greqia, që do të thotë se
paka shumë instrumentistët nga Ballkani janë mbledh për të interpretu dhe unë kam fatin me interpretu me ata muzikantë shumë profesional. Edhe besoj që po një është tepër mirë, sa i përket kësaj pjese. Po, është një arritje mirë për mu tani. Po ashtu jam edhe mësim dhënë se këto jap mësim dhe punoj pak edhe në Radio Kosovë, kam një emision si ju, një emision jazz, për muzikën jazz. Dhe kjo është një ndër arritjet shumë të mira për mu, pasi që do të kem rastin të i marrë të gjitha eksperiencat atje përvojen, natyrisht me muzikant, me stilin muzikor të tyre, do të njihem më shumë, se do të thot ai instrumentisti nga Greqia, do të sjell diçka nga Greqia, ai nga Rumania, unë nga Shqipnia dhe kështu një mix. Si kulturave ballkanike në fakt. Po çush po njihesh me emision më? Apo ki vështirë? Këto të ju? Jo, të emisioni jote. Po në emision timin nuk është se dali live, se live është gjithë më vështirë. Ma problem. Dhe në emision flasë për instrumentist dhe muzikant të muzikës jazz, vetëm jazz. Dhe kam të ftuar nga një herë, sot kam pas të ftuar Armen Gjaferin, është një gitarist, dhe kemi bisedu për një koncert, cilin kam e bo. Kështu mirë për të shkam për Po shumë mirë, e montoj, e realizoj nga ona teknike edhe vetë. Kjo pjesa ma e mira, do më thonë kitë rahat vetë, e angazhume po, non po, do më thonë që shpoja del me 24 orëshin. Nga njëherë dita, nga njëherë mbledhen punë qatë shumë sa që dita të duket e vogël, se interesant, nga njëherë nuk kom shumë punë. Kur kom punë, i kom 10 punë, ose 20 punë të rënda ditës, edhe do të mi kry për një periudhë shumë të shkurt, e aty është pak ma problem, se di që shvjen një valje punëve kështu për një herë, do të me nda vetëm 2 pjesë, është kuark një herë. Veç mu tranu, do me ta. Veç mu tranu, vëtë. Mirë po, kërë ka njëra e parë që e njoftu me muzikën jazz, atë kujtohet nështë ta, që ta ka nga të mu veshin, ose pse orientu, që ka pas diçka që të ka lidhe dhe ma ndaj ti ka hapë rrugë të me vazhdu? Po, pyetje shumë e mirë, po më pëlqen shumë. Gjatë studimeve të mia, unë kam studiu për muzikë klasike, se kështu është fakulteti muzikës klasike, po fakultet muzikës jazz, apo ndonjë lloj muzike tjetër nuk ka. Edhe qasja ime parë me jazzin ka qenë kur Zigzag Orkestra më patëftu me performu me ta. Kemi performu disa vite, do me thonë, edhe ka qenë një kolegi fakultetit i cili më ka thirrë në telefon edhe ka thonë apo donë me hy në band edhe me bo muzik me neve bashkë. Unë kom thonë, po pastaj në Zigzag Orkestra, do më thonë, ka qenë kjo stil që kemi gërshetuar muzikën jazz me disa valle popullore, kemi pas interpretu disa valle të kapsamunave kështu me interpretime dhe improvizime të jazzit, dhe kur kom has me këto melodi, shumë më ka flajtë, kom gjithë vetën atë. Prej ati rrugtimi pastaj, unë jam interesu pak ma shumë me muzikë jazz, me Eldita Taranin, me Jetën, kemi pas bo shkurtimisht një grup të gjitha femra jemi konë, do më thonë Jeta e ka ra kitarës, unë kam qenë me saksofon, me sopran saksofon, Eldita ka pas kënu, në ditë e natë ka njëherë shkoj shumë kështu, bëj shumë muzika të për qifi, unë mledhë shumë. Jeta pastaj, ajo i ka ditë të jazz standardet. Jazz standardet janë do këngë të vjetra të muzikës jazz, janë instrumentale, cilët kompozitorët për para, do më thonë dhe viteve 50-ta, 20-ta e kanë kompozu, edhe ato kanë metash, gjithmonë interpretohen, ku do në botë, ato që në jazz standarde, edhe Jeta i ka ditë ato shumë, edhe ma ndej, hajde po bojna prove, hajde mësoj, 1, 2, 3, 4, 5 ditje, 20 jazz standarde i mësova mrena 3 ditëve, dhe hajde tash po bojna muzikë. Ka qenë edhe Hamam Jazz Bar, edhe aty kemi pas bo muzikë jazz, edhe kështu tani unë hyra në botën e muzikës jazz, po jo se pastaj kur u martova nuk është se e majta vetën shumë aktiv se puna me fëmijë. Kur u martova, a bona dasë? Po. Me çfarë muzike bona dasë?
kemi bo muzikë popullore. Jo, valla, jo se ndarësëm të gjithë kanë dëshirë, vetëm atmosferë dhe vetëm me u knaqe edhe pastaj ndarësëm ka qenë interesant se edhe bashkëshorti lua në Tupana, kështu për qefin e vetë, jo se është profesionist. Edhe gjysore kemi bo muzikë veç na dë kështu. Do me thane, pas ke pas dasmë për qefi. Po. Edhe se ka njerë veç nusja ato ndrëm do këtë dasëm të vetë nuk është që knaqen me krejt dëshira që i kanë ata. Jo, as pak është shumë stres dhe tërkohën lypin me bo foto, non-stop jenë kom. Hajde tash me valëzu. Hajde tash nusja në mes. Me jazz po, kur kemi bo muzikë shtë, kemi qita ato krejt. Energji negative. Mirë, pas keni kujtim të bukur edhe saj përket kësaj pjese. Po në përgjithsi, tash që kemi shku në Bullgari, do me thonë, është diçka shumë interesant që mu miksu folklore edhe me jazz muzikë. Besoj që del diçka e bukur edhe atraktive. Të pëlqen veç kjo pjesa, ndoshta e praktikon ka njerë dhe veç ta më në jazz që është duhet me konë? Po, se për me njofë jazzën realisht dvyn kogja shumë ma uqas me ta, me ushtru, Une nuk është se e njoh jazzin edhe shumë ashtu, por sidomos muzikantët e Ballkanit, të Shqipërisë, Kosovës, tash mundohen me miksu, do me thonë folklorin me jazz, se për në Evropë, për shembull nëse paraqitesh ti me kompozimet e tua, nëse ato janë një mix për ta është shumë më interesant se sa me ndëgju vetëm jazz, se në krejt botën ka është një konkurrencë tepër e madhe në muzikën e jazzit, ku ata të lajnë pa fjalë me interpretime dhe kompozimet e tyre. Dhe kjo është pak edhe ma interesant se kur gërshëtohet për shembull një instrumentes prej një vendi, një prej një vendi tjetër, një prej një vendi tjetër, dhe të gjithë dhojnë atë maksimumin e vetë. Nga kultura e tyre i binë, gërshëntohen shumë kultura në një projekt, kështu që kjo është ajo pjesa ma interesant. Gjithashtu është interesant edhe se kjo përfshihet edhe me një dokumentar, është projekti jo vetëm muzikor, por edhe një dokumentar do t'jetë aty për një çështje sociale, mund të themi. Tash shpalosja atë anën tjetër, por kryesisht ka ana muzikore është kjo, ajo që është më interesante. A ka me qenë garuz diçka, apo është veç me pjesëmarrje? Jo, garuz jo, kemi me incizu, do me thonë, pastaj albumin, që po i bie se unë 3 albume i kam, por... Po, 4 ti në pritje. Bashkëpunim. Sa mirë, bashkëpunim do më tha me kitë artistat e Ballkanit që keni me marrë pjesë në Bullgari. Kur të flasim të 3 albumet, pra nisim prej fillimi, do më thonë, të albumi i parë, a ke pas vështërsi me realizu një album këti lloje? Të 3 albumet kom pas përkraje financiare, nga ministria, nga komuna, dhe nuk është se kom pas ndonjë vështirësi që me thonë brengje madhe si do t'ja bëj, jo. Por... Që po të shkoj kam punë të mire qikë. Ti pas ke punë të mvi. Faleminderit. Shpresoj që ashtu. Gjithmonë ka pak vështirësia, po ato janë teknike më tepër. Si të realizohet vështirësi të mdoja, si pas ke. Jo. Te albumi i parë, ka qenë përvoja e pare ime me shkruarje në notave, se kur të thras basistin, pianistin, kom pas trompet, saksofon, ata di qysh du të mu marrë vesh me zvetja, po, jo veç hajde fivina që... Po pëlqen që shpo bë mua bet. Edhe kështu që kompozitori, se këto janë këtë kompozime, du të me i përcaktu rolin e pianistit, rolin e basistit, kështu që ka qenë një përvojë imja, ndishja ime e parë me shkruajtje në notave në mënyrë profesionale, dhe pastaj aty e kam kuptu ma tepër se çka do të me bo tani. Në albumin e dytë i kom bo gjanat pak ma thjesht, se instrumentistat zakonisht kur mundosh mi thirë ma të mirë, ata nuk kanë edhe shumë kohë, janë të në kohën të angazhum, kështu që nuk kanë shumë kohë për prova, zakonisht bëjmë një, maksimum 2 prova dhe incizojmë. Do më thomë shumë shpejt shkon ajo procedura, edhe ata duhet mi kuptu se në shumë kjartë kur të shohin në diçka, si kur për shembull hajde ta lexojmë nesër një vjersh, të gatë, komplikume,
edhe ka ndoshta qysh është ajo fjala otorinolaryngologjia për shembull. Tash me kon krejt qatë si fjala është problem apo. Kështu që sa ma thjesht është aq ma mirë se muzikën jazz përdoret shumë improvizimi. Improvizimi është një diçka që e shpik prej vetit qaty për qaty. Sikur mja nis tash unë të me folki diçka prej vetit kështu edhe me improvizu, të më thonë qaty për qaty. Kjo është e bukura asaj se cili e nxjerr në pa atë vetën e vetë. Do të thënë koka momentale. A? Koka momentale. Është momentale, improvizimi është momentale, po. Edhe ato notat kur i kum shkru do me thonë thjesht, sepse muzikantët kur janë profesional i kapin senet let edhe improvizojnë edhe ta plotësojnë instrumentalin. Edhe të albumi i parë, do me thonë ka qenë përvoja ime e parë me gjithë shka. Kemi inqizu në Homebase Sound Studio, është bërë inqizimi tamam profesional, kështu dëgjohet edhe mirë. Të albumi i dytë edhe i tretë kam pas dëshirë të gjitha në një me i pas, do me thonë edhe vizualisht edhe ka ana e audios. Një halit pak. Jam halit pak, do isha ma shumë diska. Kështu që të albumi i parë edhe i dytë edhe me video kemi inqizu, edhe në audio, edhe të dyjat se me marë fondacione edhe për audio, edhe për video, për një projekt, po është pak ma vështirë. E tani kum dasht me i përthëku të gjitha në një. Po, puna me gjenerata të reja, atë që jep edhe mësim, do më thonë. Punan me nxënësa. Qysh do këtë ka rëshi me muzikën përgjithësi, sa janë të orientum, sa ndoshta kam vesh për muzikë, ka ndoshta edhe gjenerata të reja që prindërit i sjellin, po thjesht nuk janë për atë punë dhe duhet mi bind fillimisht prindërit që dërgoje fëmijën dikun tjetër se jetu e marrë në qafë. Po, me nxënësit është shumë kënaqësi, kur i shoh që zhvillohen edhe ushtrojnë edhe kanë një qëllim në jetë. Ma keq është kur nuk e din qa dojnë me bo, se sa ma heret me di qa ke me bo, mund është më profesionalizu ma shumë. Nxënësit, unë jam mësim në shkollën e muzikës Tefta Tashko në Vushtri. Prej se o hap, aty jam mësim. Edhe ka nxënës që vinë prej fshatrave, është interesant se shumë ka interesim edhe prej fshatrave që vinë interesohen për muzikë. Na i mësojmë muzikë klasike. Si keme nuk të qëve qytetarë ta? Jo, por duke qenë se gjithmonë do të me udhëtu fëmijët. Pak u marrë për shka që është prindin është pak ma vështirë. Nxënësit ushtrojnë, janë shumë të mirë. Mosha, sa është në përgjithësi? Zakonisht në klarinet vinë pak më vonë se 6 vite është shkolla e ollë të muzikës. Mundën me ardhë për i klasës 3, sa vjetë po i bje 8, 9. Pranojmë edhe 10, dhe ajo bohet një farë barazimi kur të përfundon 6 vite në shkollë të muzikës, a i do të me qenë në klasën e 8 që me konë rjetëshëm tani, shkolla e mesme me vazhdo rjetëshëm, do me thonë mos me hup një vetë këto atë apo kështu. Ka nxënës që kanë dhënë shumë gjatë mësimeve me mu, por pastaj e kanë zgjedh një rrugtim tjetër, do me thonë. Varet shumë edhe si janë kushtet në familje që a kanë mundësi me dërgu, do të me ble instrumentin kushton. Janë disa gjana në instrument që dohet ose me riparu diqka, ose mja ble këto kalamat që quhen këto pjesët e drunit, ato voglat, ato gjithë do të mi ble. Po, Ilire, faleminderit mas pas që ke marrë instrumentin me vete. Mund është me marrë me na shpjegu pak se qa instrumenti është, qka ka rëndësishme, qka duhet me rujt në cilën pjesë, dhe normal, i fund me interpretu diqka për neve. Atëre, kjo është klarineta. Përbët prej 5 pjesëve, gojza, bukina, pjesa e sipër me pjesa e poshtë me trupit dhe hinka, kjo qut. Hinkë në përdorim edhe në kuzhinë, kështu për me langje, prandaj qut hinkë. Ja kështë lecu vetë tjetën, me dy funksione gjithë ka. Jo, këta së bënë e përdorë në kuzhinë. Klarinetën dohet mos me lonë, asë një instrument nuk bënë asë shumë nxehtë, asë shumë ftaf, dohet
do të me ambientu, me ambientin. Nëse është shumë ftaf, dëmonët me uqa, se është dru, do me thonë. Ato të plastikës, jo, po këto drunit është ma problem. Drunit t'inglojnë ma bukur, plastikës t'inglojnë ma pak bukur. Këto jenë tapat, qelësat, pastaj interpretohet në instrument. Kështu ka lloje të ndryshme të klarinetave. Cili është ky lloj? Ky është in B që përdoret në Evropë edhe te ne. Për shembull në Shqipëni përdoren shumë in A, është tingullin është pak më i madh në madhësi dhe e ka tingullin më të ngrohtë, më të ulët me frekuenca më të ulta. Ka klarineta in C, ka bas klarineta që janë shumë të mëdhenj dhe kanë tingullin shumë frekuenca të ulta. Dhe kjo është një instrument frymor, që do me thonë përmes ajrit, futet ajri brenda këtu dhe pastaj dëpërton del ose kësajde ose kësajde dhe pa këto, pa që të gojzën nuk ka shanca me i ras, sepse kjo kur ndrydhet me anë të buzës, kjo e krijon atë vibrimin që pastaj del timbri. Ke provu klarineta tjera, forma tjera? Po, kam provu in A, për shembull, in G, kam pas një klarinet in G, edhe ai përdoret në Turqi shumë. Bas klarinetën jo, por këto kam pas performu edhe në saksofon. Instrumentet frymore, flauti, klarineta dhe saksofoni janë shumë të ngjajshëm mes vetit. Do të thonë nëse dën miro klarinetas. Po, se flaut, për shkak që në shkollë të gjitha shkollat e mësojnë flautën në orën e muzikës. Zakonisht shkollat filloret. Fyllin ndoshta se flauta është kështu. Okej, po fyllin, do me thonë. Edhe në këtë pjesën e fyllit ka diçka të ngjajshme? Po ka, edhe fylli është shumë i ngjajshëm me klarinetën. Se mu ka përzi fylli me flautën. Po fillimisht ka qenë si një lloj fylli kur është në vitet 1700 më duket dikur, para disa shekujve, ka fillu si një fyll, një dru i thjesht me disa vrima, po pastaj duke u zhvillu njerëzimi, kanë futur edhe disa tapa qelsa dhe sot kjo është verzioni final, do me thënë. A është i përballueshëm, ndërsa për gjithë që ka qef dikush me ble, a është ekonomik? është ekonomik se në krahasim me disa instrumente tjera, kjo është mesatarisht, mundesh me gjetë një klarinet me 200-250 euro të përdort. Sa qëndron zakonisht? Qëndron për shembull, unë që 10 vite e kam këtë instrument. E ke ble a ki dhurat? Jo, e kam ble. Po thu që pe prat një dhurat, se po kesh do me thonë, vetë e kam ble. Jo, ma ka pas ble babi edhe gjatë studimeve, zakonisht do të mi ble këto. Po, do me thonë duhet për studime, pa tjetër edhe instrumentet. Ka diçka na instrument tjetër që është desh, studimet kanë kërku me ble? Jo, mundet, zakonisht në shkollët muzikës mësohet edhe piano, është instrumenti dytë, për ata që nuk e kanë instrument parë. Pastaj në mësim zgjedhor mundesh me zgjedh një instrument tjetër. Mirë shumë. Okej, a mundesh më na interpretu diçka dhe më na tregu çka po interpreton? Po që për shembull në albumin e parë e kam Shqiptarqe. Është një instrumental që është me pak si në jugut shkon, pastaj unë i kom fut edhe e pas ke zamër muzikën e jugut, do me thonë. Po, është shumë interesant muzika e jugut. E ke shumë zamër. Okej. Faleminderit shumë. Pastaj aranxhimi është shumë me piano edhe fillon jazz. I bashkangjitet edhe universiteti, kështu thonë, instrumente tjera. Po, pastaj fillon jazz, muzika, pastaj ka një improvizim. Po, kjo është tema e fillimit. Mirë, po më tregon që është mirë mbajtja e klarinetës?
Klarineta, jo, pas çdo interpretimi do të pastrohet me një leck, sepse lagështia për drunin është e keqe, mund të dendet dhe të qahet. Si dhe gojza mundet me u pastru me hidrogen 3%, por jo kemikale, jo lepak, jo asgjë diçka që se ato e dëmtojnë, do me thonë. Do të shumë me pas kujdes, nuk do të hidhet apo se me njëherë prishet ndo një tapësht. Të gjitha instrumentet janë tepër të ndishme dhe vetëm pak me rock apo diçka më u bo, ato munden me u dëmtu. Mundem me interpretu një pjesë të albumit të dytë. Gjithçysh. Qyshe me na gjenë lodhjen gjatë interpretimit, po me na e frymarrjen, a do të me pas na i teknikë ose diçka? Po, të gjitha këto mësohen gjatë studimeve, sepse duhet me pas kondicion, si sportisti i cili e fiton kondicionin, pas kohë edhe në instrument fitohet kondicioni. Frymarrja bëhet mund të arruash si kur futesh nën ujë, mund të arruash atë ajrin, si dhe ka ana e gishtave po ashtu, është zhvillohen muskojt duke ushtru, zhvillohet qarkullimi i gjakut është më i vrollshëm, pastaj tek duart. So pritë që me qitë kafe. Kafe, jore. Gjithashtu edhe rreth gojës, quhet ambazhura, ka muskuj këtu për rreth shumë, pastaj edhe këto zhvillohen, sepse nëse nuk ke bërë muzikë një kohë të gjatë, nëse nuk e ke ushtru instrumentin dhe vjen një kohë tash një orë dosh me interpretu, fillon fryma dal jashtë. Do me thonë nuk mundet ma buza me u bashku edhe do me thonë vynë shumë kondicion, vynë vite, studim, ushtrim, deri sa të arrini nivel. Të gjithë mendojnë që muzika është shumë e lehtë, do me thonë zotrimi një instrumentet, por realisht kërkon shumë kohë. Në Evropë, me sa kom kuptu, që jam taku me disa studenta atje, thonë që 10 orë në ditje ushtrojnë për të qenë në nivel të duhur. 10 orë në ditje, një jashtë zakonisht e madhe, saj përket kësaj pjese. Në interpretove albumin e parë, një pjesë albumit dytë, apo shkojmë të i treti, apo vazhdojmë me bisedë? Po, të i treti është, nuk kom përdor shumë muzikë popullore këto, ma tepër është ka jazzi, është një kafe në Paris, paka shumë është një imagjinat, tu pi kafe në Paris. Ata është s'po prita me qitë kafe. Kom qef me pi ma shumë. A ma shumë, a? Jo, I lire si qëtë një kafe, nuk ju qatë kafe. Okej. Po, vetëm të kujtoj pak si... Pa tjetër. Për drisa po flasim, do me thonë disa Iliriat dëpohet gati, e kemi muzikantën Ilirja Avdiu, e cila do të udhtoj për Bullgari dhe do të marrë pjesë, do me thonë, kuadrët Kosovës dhe shumë shtetet tjera balkanike që kanë me pas edhe motive folklorike. Ilirja ka zgjedh motive folklorike nga jugo. Po mdo këtë Ilirën e kemi gati? Po, veç edhe pak se diçka për ndryshe Ilirja i ka 3 albume. Pa tjetër mundemi me prit pak edhe drisa të shopo. Ose kisha propozu të albumi i tret në montaj diçka me lëshu. Po, s'ka problem. Okej, kemi albumin edhe na ndimon mandej e lëshojmë edhe në montaj, që shojmë se cilat kanë qenë interpretimet të albumit. Po, se janë 17 instrumentale. Po. Dhe une i kam kompozu, i kemi incizu, pas ta i ka një kohë që nuk i kam interpretu. Normal, ti tha që duhet më për momentin, po. Për momentin... Nuk ka kur farë problemi, na ju mirë kuptoj, mund të falenderoj që këto 2 interpretime i bone për neve, është diçka e rejnë, ndoshta dhe për studion tonë, është tira e parë që kemi një klariniste këto në studio. Mundë me interpretu një jazz standard, pasi që jemi të muzika jazz, është The Autumn Leaves, është një jazz standard shumë i famshëm.
Merë frim. Merë pak frim. Mirë, shumë faleminderit shumë. Po më tregon pak me sa kuptova, je nënë e një vajzë apo ki më shumë fëmijë? Po, jam nënë e një vajze, por është vajzë aq e gjatë, sa që më duket se i kam 10 fëmijë dhe jonë, ja. E paq me shumë datë fillimisht. Po, do ashta me të pytë kur esha, do me thonë, mamin të ushtru ose të përformu. Tash ajo besoj është e vogël. Atë të diqka është kurështare e vrenë që është e interesume në këtë pjesë? Po, është shumë e interesume sa që ma ka thy gojzën. A u bënë nervëste, se kështu po duke është i piqet. Po, ma ka pas ty një gojzë dhe pa ta vendos mos me ushtru. Dhe kjo është ajo ana shumë problematike që kur është fëmija shumë i vogël, merë gjana, hedhë në tokë, kurështar dhe ti dëmton. Dhe pa ta vendos mos me ushtru dhe mundojsha që pauzën në shkollë me nxënësit, kisha 1 orë gjysmë pauzë të shfrytëzoj për me ushtru, për me mbajt vetën. Dhe është shumë interesume, unë i them atë pëlqen do një instrument, se kur kam bo prova për shembull me instrumentistit, e ka po harmonikën, e ka po kontrabasin, gitarën i thesha. Apo të pëlqen harmonika, thike, jo, klarineti. Dhe kështu asa ju do këtë te për mirë, ju do këtë shumë mirë, mami shumë mirë, tani dëgjon këto audio të dëgjon muzikat, i thëmë buna, apo interpretoj mirë po, shumë mirë. Një juriste e vërtet kështu e muzikës. A thonë si ma i flakte, ja. Shumë mirë, që kjo është ma e mira. Edhe besoj që e shetë që ka potencial që me vazhdu rrugës nënës vetë. Nuk e di për ata, nuk kam qef me jam imponu as pak. Po interesimin është ta që shëvrin? Po është mirë gjdo fëmi me pas një kulturë muzikore, përse jo me qenë një kulturu, me dit me ra ose në instrument, ja piano, ja kitare, pse jo. Por... E pse vajzat mas shumë të ndukët orientohen me lujtë në piano, se di e kam qatë i po të gjithë e dojnë pianon, se e shohin ma te për pianon edhe në shkollë, do shta piano duket ma primare, ma e rëndësishme. Edhe në shkollë të muzikës, kur vinë me regjistru një instrument, krejt janë piano dojnë. Tani ne du të mja spjegu që ka instrumente tjera që janë pa aq të bukura, pa aq të mira që të nglojnë mirë dhe në piano mendojnë që është më letë, mendojnë që duhet vetëm me një dorë, nuk e din që në dorën tjetër krejt nota tjera ka, në dorën tjetër krejt nota tjera, pas ta i hasen në kështu, në disa vështirësi, por po të gjithë dojnë piano, edhe instrumentet tjera. Po në fakultet, për shembull, ka vajza me trombon, ka vajza me korn, korna është edhe ma i rallë, ka në fagot. Tasht kanë fillu edhe të vedisohen ma tepër, se për shembull, unë kam pas rastin, i kam qenë në fakultet duke ushtru, dhe ka qenë kjo pjesa e dritareve, ku njerëzit kanë kalu edhe më kanë pa të ushtru. Ka pas njerëz që kanë bo me gisht, kanë qesh,
se ju ka dok shumë qesharake, kom qenë me kofer duke hecë, kanë thonë, o, ruju se pas ka kalashin që kjo ikë. A ti kështu e but krejt. Kjo është pak kur nuk je shumë i vedishëm rreth instrumenteve, ose ka qenë, sa mirë po i beshe gitarës, marës është kjo gitare. A moli me, seriosisht tani... Pak arsimi ka faj këto, se arsimi ka pak faj, se në shkollë fillore do të me imësu, atë gjitha instrumentet në shkollë fillore do të me imësu. Normal, orën e muzikës, sidomos është shumë pak që me sa unë e mbaj mend, shumë pak kemi imësu për instrumente, ma shumë kemi imësu veç literatur për një kompozitore dhe të tjerat kemi këndu në i kongë për fëmi kështu. Po, është mirë me bashkëpunu shkolla muzikës me shkollat fillore. Muzikës, ora edukatës fizike, ora edukatës shoqërore, qytetare, këto krejt janë neglizhu për shkak të rëndësisë që landa e ka pas, po në fakt e ka neglizhu shumë dhe kanë keq kuptu krejt landën për gjithësi. Po dalim të një pjesë, Ilira, po du me ditë, para se me u fokusu të muzika, ke pas diçka që nështë nëse nuk isha ka muzikante, kisha pas që të profesionin tjetër, je kanë më dyshje? Po, se të ne, ju e dini se kur të përfundon fakultetin, ti kërkon një punë, kërkon të stabilizohesh financiarisht, si femra, si mashkulli. Dhe të ne është ajo pjesa, kur të përfundon fakultetin, përfundon gjithë qka. Edhe për mu, mos të kisha pas muzikën që kumbo me Zigzag orkestrën, për mu kish përfundu që aty gjithë qka, do më thonë, është vështirë të punësohesh dhe pastaj bjen ajo më dyshja që a e kom regjistru më rë fakultetin në duhur ajo se s'po më thirë kërkosh, s'po mje për të hapsira kërkon. Pastaj kam pas qështu në një periudhë që kam pas konkuru në shkollë muzikës këto Prenkja Kova. Pastaj si bashkëpunëtore jashtme në universitet, pastaj ka pas vite duke konkuru dhe si jam pranu asë kont, jo pëse se kom meritu, po ashtu nepotizmi, të edhe në qysh, krejt e dim që nepotizmi është në kolim të na, edhe është pak më vështirë, kështu që edhe one personalisht ka pas rast kur jo më di keq e do shprume, por jo, mu dorëzu nuk duhet, pëse mu dorëzu kur e donë, diqka do të me vazhdu, se nëse ti ke bo 3 albume, a i tjetëri ka bo 10, nashta, edhe është konkurenca ma dhe do të me vazhdu me luftu. Por po, nëse se kësha registru klarinetan, mjekësia shumë është një fush që më pëlqen shumë. Prej muzikës mjekësi? Po, nëse se kësha... A ke një uri në këtë fush? Jo, s'kam një uri fare, por... Nuk e di më duket shumë, nuk e di se është shumë e gjërë dhe nuk di që ka kisha studiu veç shpesh herë e kom imaginu vetën me mantil të bardhë, ose... Ani, veshe mantilën e bërë klarinetës? Se shku me bërë muzikë, ndoshta në spital nuk kishtë qenë keq. Okej. Ilira, unë të falenderoj shumë për kuan fillimisht, që e kënda me neve, unë fillimisht uroj edhe shumë suksese në Bullgari. Edhe, kur të këtesh, kemi më këtym albumin e 4. Edhe të presim në studio dhe për biseda tjera, pëse jo për gjdo aktivitet ose diçka që ki, dira jonë është e hapur për juve. Edhe ta shë kuptova që në profesionin e gazetaris, koknome dhe kolege. Paka shumë. Paka shumë sa i përket pjesës, sepse je fokusu me në gjaz, edhe shumë datë. Faleminderit, gjithashtë edhe juve gjithat mirat dhe vjen shumë mirë që ka vajza se ju kaq profesionale dhe të mira në profesion. Miqtë e mi të dashur, si që pat në studio patëm artistën Ilire Avdiu, e cila tashme do të marrë edhe rrugtimin për Bullgari, ku thash që do të fokusohet me jazzit edhe folklori, do të bëjnë një mix sa i përket, sidomos me tekst veçantë këngëve të jugut, edhe do të na prezantoj ashtu siç deri tash është prezantuar, që ka 3 albume dhe pritet edhe albumi i saj i 4. Kështu që faleminderit për vëmendjen, nga studio Pasditës ju thon miru takofshëm dhe ju lën nën shoqërimin e materialeve që i kemi përgatitur në kuadër të emisionit tonë.